Nëpërmjet një fondi akorduar nga qeveria për 196 milion lek nisi rikonstruksioni bulevardit Jakov Xozan Fier. Nga ky investim në kuadër të programit për rilindjen e qyteteve, rreth 100.000 banor fierak do të përfitojnë 1 kilometër bulevard, 12.500 metra katror trotuare, përfshi një pedonale me sipërfaqe 21.000 metra katror. Ky projekt, i cili u inspektua nga kryeministri Edi Rama, parashikon të ketë gjithashtu 1.800 metra katror sipërfaqe të gjelbëruara. Rikthimin kësaj herë në Fier, kryeministri Rama e përshkruajti si mbajtje zotimeve, duke nisur punët konkrete. Besoj që ky është vetëm fillimi i një pune transformuese që ne po e nisim nga koka dhe jo nga këmbët, sepse për një kohë gjatë fatkeqësisht paratë e taksapaguzëve u shpenzuan shumë rëndom dhe shumë shpesh duke i nisur punët nga këmbët dhe duke lënë qytetet e Shqipërisë, duke lënë qendrat e jetës ekonomike dhe sociale të Shqipërisë tërësisht në harres, dhe duke bërë që Fieri, edhe pse është një nga kontributorët më të mëdhenj në arkën e shtetit shqiptar, për vite të tëra të mos shohë asnjë qindark investime publike dhe për vite të tëra të vuaj harresën, braktisjen dhe një rënim të vazhdueshëm. Edhe për Fierin, tha Rama, këto 4 vjet do të investohet më shumë se ç'është bërë në 20 vjet të marrë së bashku. Vit pas viti do të pasohet me më shumë projekte, më shumë kantiere, më shumë punësim dhe më shumë zhvillim urban dhe social. Qëllimi ynë është që t'u japim qyteteve mundësinë që të rilindin duke rilindur shpresën e shumë familjeve të reja që mund ta ndërtojnë jetën e tyre këtu në qytet dhe mund t'i rrisin fëmijët në qytet dhe mund ta shohin të ardhmen e tyre të lidhur me qytetin dhe jo domosdoshmërisht ta braktisin qytetin për të shkuar në emigracion apo për t'ikur në Tiranë. Ky është qëllimi dhe ne këtë qëllim do ta realizojmë së bashku. Kryeministri Edi Rama, duke ecur përgjatë bulevardit qendror të Fierit, pa nga afër edhe rikonstruksionin e fasadave të 60 pallateve. Në vëmendjen e kryeministrit ishte edhe një angazhim i tij për t'ia rikthyer fierakëve lumin Gjanica, të cilin kryeqeverisja e quajti të transformuar, njësoj si lana e dikurshme në Tiranë. Rama ftoi të gjithë ata që kanë ngritur aktivitetin e tyre mbi lum që të mendojnë të largohen, sepse shumë shpejt do të ndërhyet për ta pastruar lumin nga ndërtimet. Në kuadër të tetorit gjerman në sheshin e Europa të Fierit, në mënyrë simbolike u ngrit flamuri gjerman në shenjë mirënjohje për miqësinë mes dy vendeve.